Tre ditësh jemi këtu në ndihmës edhe në totale të popullatës. Nga njëra anë është e qartë se kemi të bëjmë me një situatë tërësisht të jashtëzakonshme për sa i përket motit, çka e dëgjon edhe nga banorët që jetojnë në këtë zonë, por çka rezulton edhe nga të dhënat historike meteorologjike. Por nga ana tjetër, unë jam shumë krenar sepse pa filluar tërbimi i motit, emergjencat civile bazuar në dhënat meteorologjike të kolauduara ndërkombëtarisht janë përgatitur dhe të gjitha strukturat përgjegjëse të shtetit në nivelin qendror dhe në nivelin e prefekturave kanë qenë të gjitha në këmbë dhe deri tani kanë shmangur çdo lloj dëmi në jetë njerëzish, dëmi pariparueshëm, kanë shmangur dëme të mëdha për sa i përket baktive dhe janë në krye detyrës për të qëndruar deri në fund në krah të njerëzve. Nga ana tjetër, kemi shumë shtëpi të përmbytura dhe të dëmtuara, do të bëhet një raport i hollësishëm i të gjitha dëmeve, ndërkohë kemi filluar të komunikojmë edhe me partnerët ndërkombëtar. Sot paradite kemi qenë në komunikim me Brukselin për të vlerësuar mundësinë e një mbështetje në këtë aspekt dhe po ashtu një falënderim të veçantë kam për Ministrin e Bujqësisë dhe për gjithë skuadrën që ai ka angazhuar qysh në shtator tetorin e shkuar, në mënyrë që në tërësi të ketë një funksionim normal të hidrovoreve, që në tërësi të ketë një funksionim normal të strukturave, çka ka ndodhur dhe kjo është diçka pozitive. Sigurisht që me këtë rast i paguajmë edhe një çmim kostove të krijuara në vite me ato çka i kemi bërë mjedisit, me ato çka i kemi bërë pyjeve, me ato çka kemi bërë shtretit lumejve dhe me bllokimin shumë vjeçar të shumë kanaleve. Vetëm gjatë kësaj periudhe 16 mujore, ne kemi hapur një sasi kanalesh në territoret ku fshati prodhon të barabartë me 2 fishin apo 3 fishin e sasisë kanaleve të trajtuara në 20 e kusur vite. Ka ende shumë punë për të bërë dhe do t'i adresojmë këto probleme sigurisht bazuar në planin e parashikuar të 4 vjeçarit, por patjetër edhe duke adresuar çka ka sjell kjo fatkeqësi natyrore për gjithë pjesën e prekur nga dalja prej shtratit dhe lumit Vjosa. Le të shpresojmë që moti do të shkojë duke u përmirësuar edhe pse parashikohet një tjetër stuhi dhe një tjetër prurje e madhe rreshjesh rreth mërkurës, me lutjen që kjo të jetë e gabuar si parashikim. Ne jemi të përgatitur dhe apeli im për të gjithë banorët të cilëve strukturat shtetërore u kërkojnë të lënë shtëpinë është që të mos ngurojnë të lënë shtëpinë dhe mos e lënë veten pret panikut mes natës apo pret panikut kur gjërat shkojnë aty ku pastaj bëhen jashtëzakonisht vështira dhe jashtëzakonisht rrezikshme.